zbatoj një për të gjitha. Ore, po ka të takon. Jam të rëguar qytetarë të shkarkova këtë, 261 metro meri. Vazhdon kalvari i nxjerrjes së familjeve në rrugë. Këtë herë është përmbarimi shtetëror ai i cili ka nxjerrë në qiell të hapur 8 familje në lagjen Topana. Banorët të cilët prej më shumë se 40 vitesh jetojnë në banesat e ish-pronarëve janë detyruar sot të braktisin banesat dhe pse banorët kanë qenë të përfshirë nga revolta. Familjet të cilat janë ankuar se nuk kanë se ku të strehojnë kanë shfaqur rezistencë dhe kanë deklaruar se nuk kanë në plan të largohen nga banesa pa u siguruar një vend se ku të vendosen. Problemi që shfaq një prej këtyre familjeve është se megjithse kanë planuar të boshatisin banesën e ish-pronarëve, përmbarimi tashmë u kërkon të liroj edhe atë godinë të cilën e kanë ndërtuar vetë, dhe se e ka në proces legalizimi. Ish-pronari në dokumentacion ka në pronësi vetëm 261 metra katror dhe ato i ka përjashtuar këtë godinë. Tashma i kërkon të marrë dhe këtë pjesë duke cilësuar si pronë të vetën. Këtë ne nuk mund të lejojmë, kanë shprehur banorët. Berisha i degeneruar. Ska ku të vej më, këtë popull e nëzori në re të zezë nëzori. Kërkon pronën për ja jep, qanë më kërkon më? Shpirtin, s'ka më shpirt, e ka umbër dhe oksigeni, s'ka më shkri për të marrë frymë. Ku do vete, ku do mbytem? Ku do vej një grua 60 vjeqe? Kanë gra, kanë motra, kanë fëmi. Ta marrin të apin prof të nxjerin gruan apo motrën, apo në mes të gjades. Ta marrin të nxjerin, se nuk e nxjerin. Kur që ka bosh këti shteti? Jemi pa shtëpin, moj, pa katandi, moj, u futu, moj, brënda filmo, moj, qa ku do vemi, moj, jam kërë familjare, jam pa pun, moj. Ik nga shtëpia, ku do vete të fuz kokën, moj, ku do gjilek? Të fuz kokën, ku do gjilek? Ku do gjilek, moj, të qoj plaçkat në një vënd, ku të futem? Mu këtu do t'i ri, do i vët 2 kunja dhe këtu dori. Nuk lëviz e vdek, kur jo e gjallë. Nga kjo shtëpi nuk dal, ta di Perëndia dhe Zoti. Nuk dal, moj, na shkatëroj komplet. Komplet jam shkatëruar, moj, shtëpia, moj. Jam 60 vjeqe, moj, ku do vetem? Shteti, i asaj kohë për sakrificat që kemi bërë, na ka dhënë dhe meritat, që të jemi të nderuar si gjithë veteranët e botës, që mbajnë në pëllën të dorës, të rajtojnë, nderojnë, u bëjnë edhe vilan në buzë të detit për t'i kënaqur, edhe nuk kapen sot për veshi si lepuri. Të ngelur në qiell të hapur, banorët janë të detyruar të braktisin banesat. Rezistenca e tyre nuk mund të matet me forcat e policisë. Një pjesë e banorëve tashmë kërkojnë vetëm disa ditë afat kohë për të gjetur një vend se ku të vendosen.